Nuk të bën kur të ndroj zhvenin. Mirë, votojmë, e provojmë herën e dytë këtë votim, votojmë tash. Gjashtët e 2 vota për, 0 vota kundër, 0 abstenime. Kalojnë amandamentet, tash e qesim projekt ligjin së bashku me amandamentet. Përgatituni për votim, votojmë tash. Gjashtët e 2 vota për, 0 kundër, 0 abstenime. Kalon projekt ligji i banimit social të përballueshëm. Projekt ligji i dytë është ai sigurimeve të detyrueshme të kujdesit shëndetësor. Të nderuar deputet, Komisioni për Shëndetësi e ka shqyrtuar projekt ligjin, rekomandohet miratimi i tij. Komisioni për Buxhet tregon që projekt ligji përmban implikime buxhetore shtesë, por thotë që ato janë të përballueshme për buxhetin, kurse amandamentet nuk përmbajnë të tilla. Komisioni për Legjislacion e ka shqyrtuar projekt ligjin, ka vlerësuar se projekt ligji dhe amandamentet janë pajtim me kushtetutën dhe me ligjin e zbatueshëm. Komisioni për Integrim Evropian e ka vlerësuar se projekt ligji dhe amandamentet nuk janë kundërshtim me legjislacionin e BE-s. Kurse Komisioni për të drejtat dhe interesat e komuniteteve të kthimit ka vlerësuar se projekt ligji dhe amandamentet nuk i cënojnë dhe nuk i prekin drejtat dhe interesat e komuniteteve. A e doni fjalën kryetaria Kolçaku? Se dhe ministri e ka kërku fjalën për një çështje. Ministri po, parlamenti flet para ministrit, po. Pajtona si organi më i lartë vendimarrës së vendit. Kështu e kemi rendin. Faleminderoj kryetar. Kështu, komisioni në mes 2 leximeve